Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 35 vjeçe dhe për një kohë të gjatë kam menduar se njeh veten mirë. Jo në mënyrë romantike, por në mënyrë praktike. E dija çfarë më pëlqente, çfarë nuk duroja, deri ku mund të shkoja dhe ku të ndalesha. Jeta ime kishte qenë e rregullt në pamje të jashtme, por brenda kishte boshllëqe që i kisha mësuar të mbuloja me rutinë, punë dhe heshtje. Pas divorcit gjithçka ndryshoi ngadalë. Jo me shpërthim, por me një zbraztësi të vazhdueshme. Njerëzit më shihnin si të fortë, si grua që ja kishte dalë, por askush nuk e shihte sa shpesh kthehesha në shtëpi dhe ndihesha si mysafire në jetën time. Netët ishin të vështira, jo për mungesë shoqërie, por për mungesë kuptimi. Në atë periudhë nisa të frekuentoj disa njerëz, një grup njerëzish të rinj. Ishin më të hapur, flisnin lirshëm, pa turp, edhe gjëra që unë i kisha mbajtur gjithmonë private. Fillimisht ndihesha si dëgjuese. Më pëlqente të isha aty pa u ekspozuar. Më dukej sikur po mësoja diçka për botën, për njerëzit, por edhe për veten. Bisedat filluan të shkojnë më larg, jo drejt për drejt, por me nën kuptime. Ide të hedhura si prova guximi, si thyrje rregullash të vjetra. Askush nuk më detyroi, askush nuk më shtyu. Dhe pikërisht kjo e bëri më të rrezikshme, sepse gjithçka ishte zgjedhje e imja. Brenda meje kishte dy zëra. Njëri që më thoshte të ndaloja, se nuk isha rehat me atë që po mendoja, tjetri më pëshpëriste se ndoshta po humbisja diçka dhe po i mbyllja vetes dyer nga frika. Në një moment dobësie vendosa të dëgjoj zërin e dytë. Nuk e quaj vendim të marrë me entuziazëm, ishte më shumë një lëshim. Një shprehje e tillë, le të shohim çfarë do ndodh. I thash vetes se gjithçka ishte nën kontroll. Mund të tërhiqesha në çdo moment. Por nuk e mora parasysh një gjë. Trupi dhe mendja nuk ecin gjithmonë në të njëjtin ritëm. Kur erdhi momenti, ambienti më dukej i huaj edhe pse kisha qenë aty më parë. Zhurmat më dukeshin më të forta, dritat më të ashpra. Ndihesha sikur po luaja një rol që nuk e kisha mësuar mirë. Buzëqeshja ime ishte shumë mburoj se sa një shprehje dëshire. Fillova të ndjeja një tension të çuditshëm, jo emocional, por fizik. Zemra më rrihte më shpejt se sa duhej. Frymarrja më bëi e cekët. I thosha vetes se ishte thjesht ankth dhe do kalonte. Por sa më shumë përpiqesha ta kontrolloja, aq më pak funksiononte. Në një moment ndjeva dobësi në këmbë. Një ndjesi që më zbriti nga koka deri në stomak si paralajmërim. U ula, mendova se do më ndihmonte, por trupi im kishte filluar të protestonte seriozisht. Djerës të ftohta, marramendje, dhimbje e lehtë por këmbgulse. Paniku filloi të më pushtoi, ndërkohë që 20 persona të tjerë në dhomë vazhdonin punën e tyre. Njerëzit rreth meje e kuptuan që diçka nuk shkonte. Zërat u bën më të paqartë, sikur i dëgjoja nga larg. Dikush më pyeti nëse isha mirë, dikush tjetër më solli ujë, por unë e dija që kjo nuk ishte diçka që do kalonte thjesht duke qëndruar ulur. Momenti kur u vendos të thirrej urgjenca ishte çlirues dhe poshtërues njëkohësisht. Çlirues sepse doja të largohesha, poshtërim sepse ndihesha fajtore, sikur kisha prishur diçka dhe kisha prishur atë organizim që kishim bërë të gjithë aty si grup. Urgjenca ishte e ftohtë, neutrale, pa histori, dhe pikërisht për këtë më qetësoi. Askush nuk më pyeti për zgjedhjet e mia, vetëm për simptomat, vetëm për trupin tim. Ishte era e parë pas shumë kohësh që dikush më trajtonte pa pritshmëri, pa etiketa. Orët që kalova aty ishin të gjata dhe të heshtura. Ndërsa trupi im stabilizoi, mendja ime filloi të punonte më fort. Mendova për të gjitha herët që kisha bërë gjëra jo sepse i doja, por sepse nuk doja të ndihesha jashtë. Mendova për kufit që kisha shtyr pak nga pak derisa nuk i njihja më. Kur mjeku më tha se nuk kishte rrezik serioz, ndjeva një lehtësi.
Por në të njëjtën kohë edhe një trishtim të thellë, sepse e kuptova që urgjenca nuk ishte thjesht fizike, ishte alarm për diçka më të madhe. Sot kur e kujtoj, nuk e shoh si episod që më përcakton mua si njeri, por si një pikë kthese, një kujtesë e fortë se trupi im dhe mendja ime janë aleat dhe jo pengesa. Kur njërën nga këto e injoroj, tjetra do flas më fort. Unë nuk jam bërë më e mbyllur pas asaj ngjarje, por jam bërë më e sinqert me veten dhe kjo për mua ka qenë forma më e vërtet e rritjes.